Po shikojmë shenjën e peshqive. Çfarë rezonon të peshqit? Tek peshqit rezonon diçka jo e këndshme tek ju, rrethoni nga persona karmik, nuk doni të vendosni pozicionin e tyre tek pjesa e punës tuaj dhe po mundoni të largoni nga kjo pjesë e errët që e keni në këto pjesë kohe, në këto ditë në vazhdimsi, sepse keni plane bollë në mendjen tuaj. Po, persona toksik ndërhyn tek jeta juaj dhe o bën jetën të vështirë ose planin të vështirë. Njëkohësisht keni planetin e diellit që ju ndihmon. Parapërqeni gjithmonë të bëni vetë punët tuaja, jeni e kënaqur me forcën që do vazhdoni në përparësi, do zhvendoseni nga një vend në një vend të largët, sepse gjeni sigurinë tuaj dhe gjeni forcën e vetvetes, keni mbledhur gjithçka që keni përformuar dhe po bashkëpunoni me një plan të ri dhe me një pjesë shoqërie të re që të keni ndryshim në rrugën tuaj. Keni qetësinë e shpirtit, keni brendësinë tuaj të fortë dhe keni një siguri shumë në vetvete. Jeni pak i përmbushur në shumë qëllime, në shumë plane, keni pak lodhje mendore dhe lodhje fizike, po gjithsesi jeni i kënaqur nga pjesa që ju keni thurur gjatë gjithë kësaj kohe, konfirmimet e juaja janë të posaçme, keni një ligjërat shumë të fortë tek vetvetja dhe keni një ndryshim drastik. Ndryshimi është pozitiv dhe ndërtesa që keni përpara vetvetes është një kështjellë madhështore që jeni plotësuar në shumë pjesë tek kjo kështjellë. Sa përket femrave, keni mendime të paqarta, keni ngatërresa, shikoj që ju pushtoni nga persona të ligë dhe nuk keni ecuri. Jeni ndaluar në shumë pesimiste në shumë pjesë tek vetvetja dhe dashuria tek ju është si e ngatëruar, keni vendime të gabuara, duhet të qartësoni vendimet që keni dhe mendimet e tuaja dhe të numëroni qëllimet se për çfarë po mundoni të bëni këtë lloj qëllime, çfarë mendimi do bëni në këtë kohë. Po e shikoj që udhëtimi që mund të merrni, udhëtimi që ju bëni është i paqartë, duhet të vendosni një mendim të qartë vetvete, mos e merrni këtë lloj udhëtimi pa u menduar, sepse nuk keni, domethënë, pozitivitet në vetvete. Koha që vjen tek ju, vjen e ndritur, udhëtimi tek ju është i posaçëm dhe keni ndërtime të reja, konfirmimet tek ju vinë si me dritën e hënës dhe universi ndikon tek ju në shumë plane, keni ndërtime të reja dhe keni lëvizje nga një vend punë në një vend tjetër, afirmoni një kontratë të re. Dhe sa përket, ju e shikoni në lartësi mendjen tuaj, vetveten, pozicionin dhe keni potencial të ngritur. Bashkëpunimi që do keni në këtë pjesë kohe është, domethënë, bashkëpunim shumë i fuqishëm, që ju mund të ndërtoni një lidhje midis jush dhe midis personave të tjerë. Jeni përformuar në shumë detaje, në shumë plane, jeni gëzuar në vetvete. Keni dhe bardhësi. Ju ka jetur shanse në të pjesë kohe, po projektoni në shumë universe dhe pjesë planesh dhe pjesë mendimesh, keni qartësi mendore dhe shumë shpejt keni një paqë. Paqja është tek ju në shumë vende, në shumë pjesë kohe dhe tek personat që janë në vazhdimsi. Prisni një lajm dhe prisni një telefonat. Telefonata do jetë në varësi në ditëve, telefonata do ju plotësoj. Keni diçka pezull që keni lënë një vendim, keni lënë një pjesë dashurie pezull ose një përparësim tuaj, gjithsesi ka qenë pak si e ndaluar, me pak në dilemë mendimet, po e shikoj në këtë kohë është qartësia mendore tek ju është e fuqishme dhe ju merrni një pjesë lajme shumë të bukur dhe vendosni tek lajmi juaj. Si do jetë vazhdimësia, çfarë mesazhe do ketë tek ju? Mesazhet janë kamufluese tek ju. Ju e përzitni punën tuaj, jeni plotësuar në shumë punë,
Sa përket identitetit mashkull, keni shumë pozicione pune, biznesi në këtë kohë ka variuar dhe po ecë me një lloj vrulli, keni vendosur në plan të parë, sepse ju po vazhdoni një emërim të ri tek puna juaj, konfirmoni një dokument dhe keni udhëtimi është i përbashkët me kolegë, me partnerë tjerë pune dhe vendoset tek ju një balancë midis jush dhe midis personave të tjerë. Gjithsesi ecuria është shumë e madhe tek ju. Keni vënë rrënja të reja në jetën tuaj, keni vënë projekte të reja në jetën tuaj dhe tash po shikoni varësinë e ditës, si po e rrisni influencën tuaj, si po e rrisni biznesin tuaj. Në këtë kohë keni lënë vetëm për parësinë e punës dhe për parësinë e biznesit, dhe keni qartësuar çdo plan në vetvete. Po jeni domethënë dhe i gëzuar sepse po e vendosni me forcën tuaj dhe po i bëni vetë pa ndihmën e askujt. Shikoj që keni forcë në mendime, keni shumë inteligjencë dhe po matni kohën dhe veprimet. Çdo gjë është ke ju pozitive. Për 7 ditë ose për 7 orë ju vendosni një diçka që është balanca juaj dhe konfirmimet e punës tuaj. Tek vajza, tek identiteti femër, shikoj sepse vendimi që keni lënë pezull për dashurinë tuaj ose për personin e dashur të zemrës, që keni lënë një farë kohë pa diskutuar dhe pak më njanë për një çështje xhelozie ose për një çështje e pasqaruar, ju nuk të kohë merrni në dorë situatën e dashurisë dhe keni planetin e juve që ju ndikon dhe me mesazhe dhe me ecurinë tuaj. Përgjigjet nga partneri juaj janë të sakta dhe janë të shpejta dhe janë me një dashuri të pastër e kompletuar drejt jush.